Kontratat e partneritetit publik-privat tashmë do të trajtohen me një ligj tërësisht të ri, ku është hequr edhe koncepti i dhënies në përdorim të pasurive publike me vlerën simbolike €1. Ligji i ri për koncesionet dhe partneritetin publik-privat është botuar në fletoren zyrtare dhe hyn në fuqi më 28 janar. Por cilat janë risitë që sjell ky ligj? Ligji vendos rregulla të qarta për planifikimin, dhënien, administrimin dhe mbikëqyrjen e kontratave të koncesionit, duke u mbështetur në parimet e transparencës, mos diskriminimit, proporcionalitetit dhe sigurisë juridike. Konkretisht, për çdo koncesion duhet të jetë bërë paraprakisht studimi i fizibilitetit i miratuar edhe nga Ministria e Financave, pasi të jenë analizuar të gjitha kosto-përfitimet dhe mundësitë me rrezik për buxhetin e shtetit. Në ligj vendosen kritere të forta që njësitë vendore të mos hyjnë në kontrata afatgjata pa pasur kapacitete financiare dhe parashikohet që pranë çdo institucioni të krijohen njësitë e posaçme që do të monitorojnë zbatimin e kontratës në kohë reale. Po ashtu parashikohet funksionalizimi i plotë i regjistrit elektronik të koncesioneve, ku do të publikohen dokumentet e procedurave. Sipas ligjit para nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktues ose enti kontraktues merr nga ofertuesi më i suksesshëm garancitë e kërkuara për realizimin e kontratës dhe instrumentet e sigurisë si kompensim për dëmin që mund të shkaktohet si pasojë e dështimit të koncesionarëve privat për të përmbushur detyrimet e parashikuara. Sigurimi i kontratës së koncesionit apo partneritetit publik-privat të shërbimeve publike do të jetë deri në 5% të vlerës së kontratës. Kjo masë mund të reduktohet në mënyrë përpjesëtimore gjatë ekzekutimit të saj, por në asnjë rast gjatë kohëzgjatjes së saj nuk mund të jetë më e vogël se 25% e vlerës fillestare të sigurimit. Sigurimi i kontratës së punëve publike do të jetë deri në 5% të vlerës së ndërtimit, ndërsa pas periudhës së ndërtimit do të jetë deri në 5% të vlerës së mbetur të kontratës. Sa i takon tarifave të koncesionit, shuma dhe mënyra e kompensimit monetar duhet të specifikohet konkretisht në dokumentet e tenderit. Nga tarifa e koncesionit do të përjashtohen koncesionet apo partneritetet publike e private që aplikohen në fushën e shëndetësisë dhe në fushën e sportit. Në rast mospagese, urdhri i ministrit përbën titull ekzekutiv për bankat e nivelit të dytë. Afati i kontratave do të jetë në varësi të punëve ose shërbimeve të kërkuara. Për kontratat që zgjasin më shumë se 5 vjet, afati maksimal nuk duhet të kalojë kohën e arsyeshme për rikuperimin e investimeve dhe një kthim mbi kapitalin e investuar. Sipas ligjit lejohet ndryshimi i kontratës jo më herët se 2 vjet nga fillimi i zbatimit, nëse ajo është parashikuar në dokumentet fillestare. Nën kontraktimi nuk duhet të kalojë 50% të vlerës së përgjithshme të kontratës. Autoritetin kontraktues miraton nën kontraktorët përpara lidhjes së kontratës dhe operatori ekonomik kryesor mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e saj, pavarësisht nën kontraktimit. Operatorët do të kenë të drejtë për transferim kontrate nëse subjekti i tretë përmbush kriteret e kualifikimit të përcaktuara në dokumentet e tenderit, por vetëm pas marrjes së miratimit paraprak nga Ministria përgjegjëse për financat. Ligji përcakton se autoriteti ose enti kontraktues mund të ndërpresë kontratën kur koncesionari apo partneri privat nuk mund të kryejë detyrimet e veta për shkak të paaftësisë paguese, shkeljeve serioze apo çështjeve të tjera që pengojnë apo nuk lejojnë vazhdimin e kontratës, apo dështon në sigurimin e financimit të projektit brenda 12 muajve, përveç rasteve kur është parashikuar ndryshe në kontratë.